gjithë kanë nga një dasnore, kurse unë kam vetëm bukurinë time djalosare dhe këtë grupin mariaci. Po si sulove se nuk jam pak pa qef. Unë në gjira. Sot nuk ka. Sidi është një super personazh i Ice Age. Është një nga perlat që është lezeti. Është fantastike, është shumë, është ai personazhi nuk është askund, është gjithkund. Bëhet kryesor kur nuk do, kupton. Po në fakt ai ka qenë të gjithë filmat, në çdo moment kritik ai ka qenë aty, domethënë nga ato shokët e pa aftë, por gjithmonë është aty për ty. Patjetër. Ka dhe një fizionomi të lezetshme Sidi se ka ato dy dhëmbët para, që flasin këtu me. Ja këtu, sërë episodjes këtu, nuk e mbaj më. O, zoti më. Ky është dyshi. Dyshi që është... Jo, kjo do të speciale. Jo, këtu ka lënë pastaj të treshi, se janë... Kjo është dinosaurëve, kjo është katra. Është katra kjo. Këtu ka super rol kyra, kuptoni? Kjo është kryesor. Po, është kryesor. Treshi. Po, treshi pra. Dëgjoj, Sidi është kryesor kudo, do thoni ju pse. Ky ringjalli Ketrin ore. Ketrin më të fuqishëm e ringjalli Ketrin. Ketrin më i fuqishëm në botë Alban. A kuptoni, pastaj lëpiu dhe herë buzët kur u zgjuaj. Ta shpëtova jetën pra, kupton. Çfarë fere ishte Sidi. Këtu e ke për zërin më të holdës. Mos qani, tani ju lutem, mos qani. Duke e parë pazë, kupton edhe si vjen. Ka ndaj pjesë tënde për shembull tek Sidi që ti e ke vendosur, ose që karakteri i Sidit me karakterin ndoshta tënd? Ja, nuk e mbaj mend faktikisht tekstin, po shiko, gjithmonë në dublime, për shkak edhe të mënyrës së përkthimit kur vjen teksti i përkthyer, sepse teksti i përkthyer ka dhe në disa raste ka dhe si thua, gabim ka dhe mos ortografike, sepse është thjesht një përkthim, nuk është një përshtatje, nuk është një shqipërim i saktë e saj. Detyrimisht ne mundohemi gjithmonë që kur zgjasim fjalinë ta shkurtojmë, mundohemi gjithmonë që të gjejmë ato të mesmen. Kupton ku është edhe qoftë nga ana emocionale ose nga ana logjike e ndërtimit të fjalisë. Edhe kam përshtypjen që domethënë dhe këto gjëra ti mundohesh ti bësh duke gjetur fjalë, sepse është shumë e vështirë që ti mund të zgjasësh një fjalë, ta bësh pak më të gjatë për ta kapur nga ana kohore, por ndërkohë personazhi ka shumë hapje goje. Edhe kështu që ti je i detyruar të fusësh fjalë tjera dhe patjetër ka improvizime pafund. Ka për shembull ajo të gjitha kanë nga i dasnore, kurse un kam bukurinë time djalothare. Kjo është tipike shqiptare, domethënë. Unë nuk e di se si është në origjinal, po. Kam përshtypjen duhet të jetë një lloj përshtatje që i kam bërë unë aty. Po, e vdekur. Kjo është perla. S'ka shanse. Kjo është perla, kupton. Po vin, nëse mund të të bëj një pyetje, se ja bëj zakonisht syre legjendave që na vijnë. Se ka shumë të rinj që sidomos kur shikojnë ju legjendat që flisni, mbase duan një këshill edhe mbase kanë edhe këta dëshirë të vazhdojnë mbase një karrierë siç e keni dhe ju. Keni ndonjë këshill për këta që duan ta bëjnë dublimin e të ardhmen? Këta të rinjt, nëse keni një këshill nga eksperjenca jote. Shikoj, vetmja këshill është që nëse ti do diçka, bjeri mbrapa. Kur mos e lë të rrshkasi nga dora. Dhe kur mos mendoj që do e bësh nesër atë gjë. Bëj atë ditë. Nuk ka rëndësi nëse dështon, mjafton që e bën atë ditë. Sepse sido që të jetë pasioni dhe dëshira dhe vullneti që ti i jep asaj gjëje që do të bësh në jetë, do të shpërblehet një ditë. Nuk ka rëndësi. Është rregulli i atij cirkuitit, cilës ti sa më fort ta vizatosh atë rrethin në fletore, aq më shumë kalon tek faqja tjetër, ngelesh shenja tek faqja tjetër e fletores. Kupton? Ti nuk mund të mjaftohesh vetëm duke bërë një rreth dhe duke kthyer faqen. Jo, duhet të mshosh asaj. Që ta bësh dhe ta lësh. Ta lësh jo vetëm aty, po ta lësh edhe në brezat që vijnë, domethënë edhe në faqet e tjera. Sa bukur. Kështu që në qoftë se sigurisht njeriu pastaj duhet të fillojë edhe të mendoj dhe të filloj të bëj analizat me veten e vet, domethënë, ja vlen, si ja vlen, sepse ka shumë gjëra, domethënë ka shumë profesione të cilat fatkeqësisht njeriu ngec. Dhe duke qenë
se ngec aty dhe i thot vetes, i thot trurit që unë nuk di të bëj gjë tjetër, mbetet fatkeq duke vazhduar dhe duke bërë në mënyrë rutinë dhe monotone të njëjtën gjë. Kështu që nëse ti nuk kënaqesh duke bërë një gjë, bëj diçka tjetër. Bëj diçka tjetër, mund të jesh askush nga ne nuk e di se ku e ka pikërisht atë Chelsea ose ku e ka atë kush i destinuar atë klikun, atë destinin e vet. Kështu që e mira është njerëzit provojnë. Do kushdo të provojë dhe mos lodhet duke provuar. Derisa të gjej atë që do dhe atë që do dhe bën si lojë. Po. Çdo gjë duhet bërë si lojë. Me pasion. Si lojë, si shlozim ne dhe kënaqemi me njëri tjetrin, qoftë me letra, qoftë me lojë futbolli, qoftë me lojë voleybolli, po ashtu duhet bërë edhe puna. Po nuk u bë puna me të njëjtën kënaqësinë e një loje, është e kot. Ajo është. Është fantastike. Vetëm një gjë të them. Sa po bën tash që po thoshe këtë këshillën, më kujto zëri Dave Sevilli. Te Albin Fytyrë Ketrushë, Dave. Filmi artistik. Sa ke. Albin! Te të gjithë filmat që janë bërë për Albin dhe Fytyrë Ketrushët ke bërë Dave. Unë se di pse është përkthyer Fytyrë Ketrushët sepse ajo është Alvin edhe Chipmunks. Po, është vërtet. Chipmunks faktikisht janë një emër. Është emër, po. Jo, është një racë ketri, është ai ketri i vogël me viza, jo ketri që njohim ne. Jo squirrel. Është chipmunk. Chipmunku është i vogël. Chipmunk janë të vegjël. Se di pse e kanë bërë këtë Fytyrë Ketrushët. Për shtadja pra. Ata janë ketrusha faktikisht. Ç'a s'kan bërë, kupto One Piece-i piratet e vegjël, kupto ti? Ska lidhje. Po One Piece ta përkthesh një cop. Një pjesë. Po Dragon Ball, atë Dragon Ball në Suelan. Është marrë nga italisht, ja. Është marrë nga italisht. Italianët kanë një tendencë gjithmonë që ti ndrojnë gjithmonë. Ajo Benji nga Captain Tsubasa. Tek Oli dhe Benji, me që ma kujton Mila dhe Shiro. Dhe Oli dhe Benji kanë bërë pafund, kanë bërë, ku diun. Ke bërë ato Mark Landers. Mark Landers në Japoni. Më dhe kishte edhe shumë. Ato përshtatjet. Mark Landersin, po. Ua. Do të vjen tash ja. Tani më vjen gjitha kur e thotë futbolli galaktik apo Rocketin. Po. Ku është futbolli? Ka qenë me ato që luajnë në hapësirë futbolli, që me ca ardhuca jeshile. Po. Ato aliena. Po që se na ndihmo dot ja. Kjo është Oli Benji. Ja sa ta gjej. Oli dhe Benji faktikisht është edhe një i përket edhe pak moshës time. Se ne e shifshim ke italiani këtë, dikur. Edhe ka qenë, po them, nga filmat e vetëm që unë kam dubluar që ishin filmat fëmijërisë time. Pas ka pas emocion më vete kjo? Nuk kam qenë tifoz futbolli, kështu që e kam pa shumë rrallë, po dija që e shifsha, domethënë kishte momente që e shifsha. Jetë kujtime. Domethënë ishte i përkiste epokës time. Okej. Kjo është pak a shumë futbolli galaktik. Ja të marrë një dritat. Jo, shumë vjetër si. Është e vjetër fort. Si film. Si serial. Por ky ka qenë një serial kombinimi të pak mbrapa, domethënë tek video që ishin. 3D. Skenat e Ti shkruaj mbrapa. Lojës, domethënë ndeshjeve kanë qenë 3D, ndërsa skenat e përditshme kanë qenë 2D. Është serial i vjetër francez. Të ndodh ndonjëherë që shikon në një film që është dubluar dhe thua duhet ta dubloja unë këtë se kanë bërë mirë. Po, shumë herë. E shikon e thuaja pas ka fut kot. Po. Shof shumë. Se do mos të ko besoj, jetu pasu. Jo. Kokoja, vajza jon, Inja dhe Olës, është rritur gjithmonë me filmat e dubluar nga ne, edhe nga Ola. Çuditërisht dhe Olën e kanë marrë gjithmonë për role negative. Ola. Mi më vjen në rol princeshe, po shihet me princeshën. Jo, Ola ka zënë gjëllor. Ka bërë, ku diun, këto se ku po mdiqin para ca ditësh. Të tipit Sailor Moon dhe këto. Dhe Ola për hir vërtetës ka dubluar para me. Vërtet. Ola ka dubluar tek Pinoku i Top Channel-it. Filmi i parë i dubluar ka bërë Zanën. Zanën dhe Pinoku. Po, Pinoku ne kishim Rozin para. Kishim Rozi ka bërë Pinoku. Po, Zanën e ka bërë Ola. Po, Rozi ka bërë Pinoku. Ai ka qenë filmi i parë që është dubluar. Ai është i pari? Ola të duam në studio. Se na është kërku zoni jot patjetër, po. Hyna buçëm, të mora burrin një herë pasaj. Sa vas. Por dhe kur shikonte pastaj erdhi një moment. Babi, këtë e kam bërë. E di që e ke bërë ti.
Dhe pastaj, ke parasysh e shifte si një gjë normale. Sa është fillimi, se ndjen kënaqësi. Absolutisht. Është kënaqësi shumë e madhe dhe kënaqësia shumë herë më e madhe kur merret e reflektuar nga ju. Po çfarë thua? Nga brezi, domethënë është jashtëzakonisht shumë. Keni bërë një punë kolosale, po të mrekullueshme. Shiko, unë për vete, flas personalisht, nuk e dija këtë dëshirë të madhe dhe këtë impakt që kishte që kam pasur këto filma. Më kupton sepse unë i kam bërë me qef, patjetër me qef, me pasion, okay, po nuk kam menduar ndonjëherë që nuk e kam menduar ndonjëherë që unë këto filma po i dubloj për të lënë një gjurmë. Ne kuptoj. Po kupton? Dhe kur e shikoj që kjo është e vërtet, më bëhet shumë qejf. Kjo është një nga kënaqësitë më të mëdha që mund të marrë një aktor. Ne kemi privilegj. Një personazh tjetër, Silvester. Silvestri. A ky është Silvestri, po. Ai është gjatë gjithkohës duke vështirë. Që pa thuat që flas me glishmo. Edhe ai shumë i bukur, shumë i bukur. Oh, fantastik. Unë atë kam pasur sepse ai është nga ata të pak të filmat të epokës kur unë isha i vogël. Leoni Thompson. Ne ishim italisht atëherë kështu. Me sembrato di vedere un uccellino. Edhe italisht e bën. Edhe Silvestri ka qenë. Kur më ktheni nga njerë këta personazhe që unë pothuajse i kam harruar. Shumë safa por. A ka qenë vështirë rrugtimi në fillim, domethënë kur e ke nisë me dublimet? Si ka nisë? Shiko. Rrugtimi në fillim të hante kohë goxha. Okej. Sepse eksperienca ishte nga fillimi, çdo gjë duhesh bër, domethënë se ne po sfidonim për hir vërtetës, se ju mbase nuk e kuptoni. Po. Por në vitet kur filluan dublimet ne po sfidonim italianin. Italiani deri në atë kohë çdo film shihej i dubluar në italisht. Dhe italiani për hir vërtetës është për mua sot e kësaj dite është një nga vendet që i dublon më mirë filmat. Se kushdo tjetër. Po. Domethënë dëgjosh një film të dubluar në gjermanisht është një tmerr i madh. Po. Qoftë edhe në anglisht, qoftë edhe në Amerikë. Filmat më dhënë kam dëgjuar të dubluar në anglisht. Po. Të dubluar nga Hollywoodi prapë më janë dukur gjithmonë jo. Si shkon? Ne na ishte mësuar ai veshin dhe të sfidoje dhe t'i thoje fëmijëve që prit një sekondë se tani ju do shkëputeni nga këto italishtja dhe do futeni tek shqipja, është gjithmonë e barriera dhe është barrierë shumë e madhe, gjithmonë kur provon të vendos për të bërë gjëra të reja, sepse njerëzit do krahasojnë. Vini si e ka bërë për shembull Silvestrin, e ka bërë më mirë se sa ai ose. Po. Dhe puna ishte shumë skrupuloze. Do me thënë, punohesh pa fund, me ditë të tëra për të bërë një film, tash një film baron shumë shpejt. Po. Sepse ti e ke, ajo rrota e ka marrë atë xhiron e vet, do të thënë njerëzit janë mësuar, fëmijët janë mësuar duke dëgjuar gjatë gjithë kohës filma të dubluar në shqip dhe për shembull një gjë që nuk e thyem ne dot kurrë ishte dublimi i filmave artistik. Nuk e thyem vërtet. Fatkeqësisht nuk e thyem dot. Jam bërë shumë tentativa, edhe un kam dubluar goxha filma kështu. Artistik. Nuk çfarë problemi kishte? Çfarë ndodhi? Shiko çfarë ka. E para një film artistik ti nuk mund të luash fort me soundet dhe ambientet gjithë ato, po. Gjithçka me zërin, ku ndodhet, ku është në çfarë. Domethënë ti nuk los dot siç mund të lozësh me një film vizatimor, sepse filmi vizatimor për shembull, flasim Silvestri është 2D. Po. Me 2D ti mund të luash shumë kollaj, i vë një muzikë në sfond, vë tekstin, ai nuk ka nevojë për shumë hapash, nuk ka asgjë. Ndërkohë në një film artistik puna shumë më skrupuloze, shumë dhe prandaj kjo puna e madhe filloi ti të riqte njerëzit dhe ti thoshte që një sekond si që ka shumë e vështirë ta bëj. Se patëm. Është pak e vështirë të arrish emocionin që ka arritur një aktor në të vërtetë. Kjo është më kollaj. Është më kollaj sepse ti lozi gjithkohë, dhe mund të arrish shumë kollaj paktin e pranimit midis spektatorit dhe aktorit, paktin e pranimit mes. E ke shumë herë më të hollë ti mund ta prishësh shumë më kollaj se sa mund ta prishësh me një film artistik. Plus ju e keni pas shumë më të vështirë, sa atëherë për shembull filmat artistik kanë qenë pa të drejta.
Pra juve patjetër, nuk vinin traqet, nuk vinin dëndara, teknikët duhet ndanin traqet me... Kam përfundu duke e po film nga fillimi. Kishte traqet që humbisnin, ose duhet i gjeje nga një vend tjetër dhe t'ja bashkangjisë. Pikërisht, dhe ishte akoma më e pamundur. Patjetër, një film që vjen kështu i mirëfillt, vjen... Do bësh vetëm zëri dhe kaq. Kaq filmi dhe kaq vin vetëm efektet edhe traqet që janë veç e veç. Ajo është shumë e kollajt është. Unë kam një pyetje. Ti ke bërë shumë role të shumë personazheve të ndryshme dhe një pyetje që më lind mua është që a mundemi vetëm nëpërmjet zërit të gjykojmë neve të mirë nga e keqja? Absolutisht po. Absolutisht po. Do ju tregoj një episod. Stanislavski, një nga regjisorët më të mëdhenj rus dhe krijuesi i metodës së tij të famshme që vazhdon sot e kësaj dite. Lee Strasbergu e trashëgoi në një farë forme në Actor Studio në Amerikë. Dikur do vinte Otellon në skenë. Problemi që ndronte që personazhi që kishte zgjedhur për Otellon nuk dinte të rinte në skenë. Në sensi nuk dinte të rinte në skenë, nuk kishte sharm. Ka njerëz që kanë një sharm të caktuar për hypin në skenë. Dhe ai e vendosi gjatë gjithë kohës në hije, që mos dukej. Ndërkohë zërin e kishte emocional dhe të frikshëm. E përcillte tamam atë emocion. Dhe ai tha mua nuk më duhet ta shoh aktorin. Mua më duhet vetëm t'i dëgjoj zërin dhe ta shoh si siluetë. Dhe ishte perfekte. Domethënë, edhe zëri mund të arrijë shumë mirë. Interpretimi qoftë edhe i këtyre filmave mund të arrijë absolutisht qëllimin e vet për të bërë dallimin midis të mirës dhe të keqes ose çfarë është e dur dhe çfarë është e gabuar, absolutisht. Është fantastike. Shumë. Por është një personazh tjetër që ti e ke që ndryshon domethënë, nga fillimi, si është fillim në fund është komplet ndryshe, Megamind. Megamind. Mendje madhe ose mendje ngritur. Se ti si e ka pas? Megamind. Megamind. Unë mendje madhe ka pas. Mendje madhe ose mendje ngritur e ka pas. Unë mendje ngritur jam bravo, bravo. Nuk e bëj mend fare zërin aty, me thon drejtën. E ke pasur shumë normal. Jo, normale ka. Që më le ti. Të vetëm në shi. Bravo. Prezantimi. E ke pasur normal më duket. Normal nuk duket të ka normal. Po, ka qenë, jo. Po nuk është se ka ndryshuar. Çik të kokë ka kapur në një rast. Mos ke edhe gjë nga parfumi Dolce Gabbana. Është ai minioni. Me zë kokë të lartë baj mend kam bër te Phineas and Ferbs kam bër Doktor Është ai me atë, prit si e kishte Platypus. Platypusi në rreth. Platypus. Më shkataronte fare, i moment që futet Peri, futet aty brenda nuk e kishte vendosur kapelen dhe i thotë ai, "Kush je ti?" thotë. Dhe ai që vendos, "Oh, Platypus, ti çan ke këtu? Ika ne, më shduk." Një psikopat, Po kishte shumë drama ai, shumë dramë jetësore ka pasur. Si eci ku? Patjetër, sepse çdo personazh, shiko, ne i marrim personazhet negativ. Unë gjithmonë kam pasur tendencën për të parë çfarë lloj personazhi negativ dhe këto pastaj e kam gjetur mbasi unë u bë gati 6-7 vjet që bashkë me Olen e shohim shumë kinema aziatike. Edhe sidomos koreane. Edhe ne aty kemi kuptuar, sidomos në filmat korean, e kanë shumë të evidentuar që nuk lën asnjë personazh që edhe sa dytësor të jetë, ta lën pa zhvillim. Domethënë pa e shpjeguar kush është ky. Dhe personazhet negativ i japin një shpjegim pse janë ashtu. Po. Nuk është thjesht i keqej. Po. Të keqe ka bërë jeta, e ka bërë një gjë, një ngjarje, një traumë e madhe fëmijërisë, një gjë, domethënë çdo gjë e justifikojnë, sepse natyra njerëzore ashtu është. Po. Një kriminal, përveç fakteve ose të rastit kur mund të jetë, si thua, patologjik, kur i mungon diçka fiziologjike, siç kam parë intervista për shembull me killer, për shembull, që janë shumë të qetë, dhe aty kur i kanë bërë rezonancë trujt, kanë thënë ti mungon kjo valla. Po. Ky nuk e kupton. Siç e kuptojmë ne. S'është faji i tij, s'është faji i tij, domethënë ai thoshte, domethënë ai rinte aty thoshte, po më nxorrët ju, unë do vras prap. Po çfarë ndjen? Nuk ndjej asgjë. Thjesht dua ta bëj. Domethënë, kur janë patologjik, kurse pastaj njerëzit të cilët janë
bëjnë këto të këqija, kam mësuar një traumë, kam mësuar diçka. Kam mësuar qoftë një bullizim kur kanë qenë të vegjël, kam pasur një traumë nga familja shumë nëse madhe. Ajo që vë shumë e madhe trauma familje, qoftë nga mamaja, qoftë nga babai, ose një humbje e madhe ose një gjë, dhe nuk janë të lindur ashtu. Kështu që dhe kur unë gjithmonë kam qenë i tërhequr sepse personazh negativ nuk i kam parë kështu. Siç i than kur i bën pyetje në një podcast Christoph Waltz dhe i than, si ka mundësi e ke bërë ti një rol kaq negativ, kaq bukur. Kush tha që kam bërë rol negativ? Jo, unë kam bërë rol pozitiv. Si i than atë pozitiv? Ti ke luajtur negativin në një formë pikërisht, sepse unë e kam të qartë në mendjen time që nuk po luaj një negativ. Unë po luaj dikë që do të shpëtoj me nerën e vet dhe ka gjetur këtë lloj zgjidhje për jetën e tij. Dhe këtë e mendon që është e mirë. Mendon që po bën mirë, duke zhduk çifutë, duke vrarë njerëz, duke bërë këtë. Ai e mendon ashtu. Dhe ti nuk i del dot kundra, nuk thua dot ti pse po e bën këtë gjë se është e keq. Jo, më. E keq e keq e mendon ti. Unë e mendoj mirë. Pra, personazhet negativ prandaj dhe unë kam qenë gjithmonë i tërhequr sepse përgjithsisht personazhet negativ janë gjithmonë shumë kompleks në natyrën njerëzore dhe të japin mundësinë që ti të futesh më thellë në kërkim se sa një hero. Po, është vërtet. Janë dhe më të vështirët, nga ana strukturore janë më të vështirët. Tu analizuar. Janë vështirë, patjetër, në momentin që një shkrimtar, një autor i ka trajtuar, i trajton të plot me këtë gjë, ti futesh thellë, pastaj mund të ketë edhe kështu që nuk i kam vënë as. Po, si është e kanë lënë. Ti më kupton mua, kupton se unë historikisht në podcast gjithmonë i kam mbrojtur të këqind, i them që kanë të drejtë edhe këta thonë jo, e janë të gabuar, janë të këqinja. Je drejt, je vetë keq në pranë po kështu po çamo. Do ta korrigjoj këtë. Ata mënyra që ata përdorin për ta rregulluar gjën është e gabuar. Por qëllimi i tyre mund të jetë shumë i drejtë. Jo, ose vegjita. Me vegjitën. Unë do ta lidh me vegjitën. Ta ka faj vegjita, ha. Krenar, shumë i zgënjur që ka kaluar shumë gjëra në jetë, rritur me dhunën, me çdo gjë dhe normalisht e ka pasur të vështirë. Ndërsa kalojmë pastaj te Madara, ai thoshte që njerëzimi është i paaft ta arrijë, domethënë paqen. Pejni që donte të arrinte paqen, po si nëpërmjet dhunës, këto janë mënyra të drejta? Jo. Këto vinë nuk shikoj, nuk po thotë njerëz që janë atë pafishim. I shtyn gjithmonë një qëllim i mirë, por që ata nuk e kuptojnë që ky qëllim i mirë që ata mendojnë për veten e tyre është i dëmshëm për të tjerët. Ose është i dëmshëm për një realitet caktuar, sepse në fund njeriu duhet të përshtatet aty ku është. Këta lloj njerëzish i ka humbur efekti i përshtatjes, sepse kanë pësuar ato trauma që po ndodhin. Por ama nuk është se mendojnë se duan të bëjnë keq. Ata mendojnë me të veten që unë jam duke bërë mirë kështu. Absolutisht. Xhaxha Dolfi kështu mendonte për Gjermaninë. E ngriti dhe tha unë do e bëj kështu dhe të gjithë popujt në mendjen e tij, të gjithë popujt që ai do pushtonte, do jetonin në parajs. Nën sundimin gjerman, sepse ai mendonte që sundimi im është më i miri. Por ama do jetojnë parajs, ai nuk kishte në plan që ti vriste të gjithë, sepse nuk kishin për kush do punonte për kë pastaj. Nuk e kishte këtë plan ai. Ai mendonte dhe prandaj kishte edhe nga ata njerëz që sot e kësaj dite i shkojnë nga mbrapa ideologjisë atij ose i shkojnë kësaj ideologjie. Qëndron akoma ai. Por në fakt shumë ideologji janë përkthyer në mënyra të ndryshme sipas konceptimit të njerëzve. Por unë një pyetje që kanë edhe Sidi, po edhe Madara, të dy janë të sinqertë, por nga ana emocionale, është Sidi më i sinqert se Madara? Çfarë krahasimi? Nga ana emocionale. Jo. Unë mendoj që Madara është më i sinqert, sepse Madara është më trim. Dhe mendoj që sinqeriteti varet shumë me trimërinë. Një njeri frikacak nuk mund të jetë kurrë i sinqert. Kështu që personazhi i Sidit është një personazh oportunist, cili mundohet të gjejë gjithmonë është ajo epoka Akullnajev për të mbijetuar, kupton? Ndërkohë që një personazh tjetër për shembull që është trim dhe nuk është si Sidi është tigri për shembull. Që janë personazhe që janë të destinuar të vdesin shpejt. Sepse pikërisht nuk bëjnë dot këtë kalimin tek oportunizmi. Te ky i mbjetesës për të mbjetuar mund të bëjmë dhe elastik, mund të futen tek ne, mund të futen ande. Prandaj them që është më i sinqertë është Madara, sepse njerëzit trima janë gjithmonë njerëz më të sinqertë.
Kurse njerëzit frikacak e dredhin bishtin. E drejtin bishtin gjithmonë. Janë ata që janë destinuar të mbijetojnë më gjatë, por që janë ata të cilët nuk sjellin ndryshime në shoqëri. Nuk sjellin kurrë. Thjesht për veten e vet. Dhe përgjithsisht frikacakët janë pa aftët, janë mush, tash Shqipëria është mush pa fund. Pikërisht atë pa aftë, jeta i bën që të zgjedhin metoda të cilat ne që e mendojmë të drejtën të drejtë, nuk i pranojmë dhe na thyet koka, por ama jemi të qetë me veten tonë, kurse ata ne themi nga jo, ky malla si vajti deri aty lart, më kush si është si puna e atij Kërmillit. Një Shqiponja, një dhe Kërmillit. Si i tha, duke u lëpir faqes madhe. Kështu që prandaj them gjithmonë. Dhe unë jam nga kjo pjesa tjetër, pjesa e trimave. Pjesa e njerëzve që luftojnë tek e drejta, nuk ka rëndësi, mund të bie muri me kokë një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë. Jo, është të burrë. Në fund fare muri do thyet. Nuk do thyet koka, kështu që Po më që më kujtove tigrin të Winnie the Pooh? Po. Te Winnie the Pooh. Te Winnie the Pooh, jo, tigrin e ka bërë Vasiani. Po e ke pas bërë dhe ti? Po. E kam bërë? Po. Po di që ka bërë Vasiani. Vasiani po. Mos e kam bërë në një film tekun. Se Vasiani ka pas më të gjatë. Ka pas filma. Po atëherë bëj edhe kjo rekada që ndroheshin për shembull, kur ishin smur që duhet nxirre, unë mbaj mend që bëj kjo rekada, që kjo bëj, ka qenë shumë e keqe për mua. Për dëgjuesin është shumë e keqe kjo ndrimi. Ishte vështirë për ne ta sinkronizonin personazhin. Jo, se di nuk e kam. Po jo, imagjino ta shohësh vetë një herë me zërin tënd dhe një herë me zërin tim. Do të çalidhe, kush o ky thotë. Efekt televizori me zëri Arlinit, a kupton? E kuptoj. Po shoh drejt se ta avash. Kur del Arlini fik televizorin, vazhdo. Pres kur dalësh ti. O respekt. Ore jo gentil. Ashtu është, e vërtetë është, kur mësohesh dhe kur ke bërë një gjë të tillë domethënë vazhdimisht. Po pra, nuk bëhet dali ti. Është çike vështirë ti ndryshosh. Po ta vret veshin direkt ajo kërcet që nuk e di ku më ka ndodhur me një film që kam dubluar së fundmi para ca muajsh. Nuk e di çfarë filmi ishte, por që kisha bërë gjithmonë këtë personazhin dhe kur vajta më tha djali sa vjen do bësh këtë. Unë kam bërë këtë thash. Po këtë e ka po filan, po mirë punë madhe thash ai bëj këtë. Nuk e di ka problem ka pjesë, po nuk e dia që kjo ka shumë problem. Jo, shumë problem, të lutem shikoje për filma apo seriale që kanë goxha impakt. E kuptoj. Siç mund të jetë Dragon Ball, Naruto e këto kur Këto më të lehta. Batman. Batmanin e ke tatë. Batmanin e ke. Batmani ka qenë shumë interesant se Batmani unë e gjithmonë mendoja një njeri që ka fshehur fytyrën dhe do të shpëtoj botën dhe mund të bëj, domethënë, dhe do të mbaj këtë misticizmin e tij, domethënë që është i mbuluar dhe prandaj ka qenë gjithmonë kështu. Unë mendoj që ti mordial, ti duhet patjetër ta luftosh këtë sepse edhe lëvizte zëri kështu qetë. Ai fliste gjithmonë që dhe madje bëj edhe shakau kështu. Ky Batman i flet gjithmonë me një zë, me një tonalitet ulët, sa të gjithë personazhet janë. Çfarë the? Edhe këtu. Për shembull tu ke tek Lego, Batmani është personazh shumë idiot, është fani fare, është fani fare domethënë. Dhe unë los me këtë. Jo është gjithmonë që më fal çfarë thash unë. Ua! Patjetër atje. Po ne shkojmë. Edhe bën ato, domethënë ka ato momentet heroike, domethënë, janë të gjithë pas meje. Bam për plasën. Më falni, jo këndej janë. Te logo e kam bërë perë. Lego i vetmi Batman që se ke boti Batman ka qenë te Batman edhe Kapuçi i kuq. Ajo me Robinin që është i rritur, pa gjasmi ka vdekur në aksident dhe kthehet si një person me kapuç të kuq. Nuk e di, po ma dhe do të shumë faleminderit Kasapo. Se mbaj mendsi. Se mbaj mendsi regjisor zëri. Edhe një. Jo, ka qenë shumë pothuajse zëri jot si regjisor. Ashtu. Do zëri normal. Por e di me kë personazh tjetër shumë super legjendar. Unë do të them një që e du shumë vetë atë karakterin. Pusha se do të them se di. Besoj se e di se për kërë ka. Martin te Madagaskari. Marti! Cirku, cirku, Afrika. Marti është... Zebra. 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 Por unë kam bërë
që vdes për atë nga mbër moto-moton. Moto-moto. E ke për ti? Taga. Ai ka atë këngën, është mbajtur shqip, më duket. Duket i po i gjetë shqip atë. Shqip. Call me moto. Ta. Sa fela. Gjum këtë. Hipopotameshën. Si e ka kjo? Gloria. Po dhe Marti është fantastik. Martin e ka bërë Eddie Murphy. Po. Eddie Murphy e kuptoti. Ai ka dhe një drejt stili që ai flet shpejt. Ai flet tamam gjuhën e asaj racë. Edhe ka shumë shumë personazh i bukur, Shumë i bukur. Marti Xhezeti nga Marti ka nisë gjitha. Marti është spund ai që ka nisë gjitha. Po dhe ky Julieni është shumë i bukur. Super karakter. I can't move it anymore. Këtë e bën Sacha Baron Cohen. Jo, po thosha shqip ston vite. Shqip, se mbaj mend. Shqip nuk e di asun, por nuk është se më ka pëlqyer shumë Julieni, më thon drejtën. Nuk e di kush e ka bërë, se do i bin qafë në një kolegu tim, se në një kolegu im. Se nuk e di kush e ka bërë, po ta dëgjoj do ja u them se kush është. Por unë do të futem tani në disa te 472 role që ti ke bërë, unë nuk e di dot. Para se të futesh te ato, për mua ti dhe Anton Qesari keni të qeshurën më të ligë. Kur ishte dublime, po. Po ti Anton Qesari ndjes pasë ka vdekur, po. Pjesën e të qeshurës për personazhet negativ. Po dashte Vegeta, dashte Madara, dashte Jopenis qesh në herë. Po çka ke bërë role negative, për shembull të qeshmet, e këshia. Ti dhe Anton Qesari për mua. Për qeshun s'ka pas kur problem me bë. Le kur bësh këto kur në akademi. Jo në akademi, po gjithmonë bëja humor kështu. Çat qeshur e do të çan numri. Imagjino. Çan numri se është po sepse varet më se cili personazh qesh në të tjerë, do kupton, mund të qesh një mund të qesh kështu ose mund të qesh Mjekërziu. Ka disa. Ora i bën shumë lehtë, sa ka dubluar sot. Ma knaqe vesh tjerë. Sot bëre 16 dhe huma numrimin. O sa lehtë. Kjo më habita, kupton se mund ta kesh me karakteri që e duan gjithë është Stiçi. Sa do ta thosha. Stiçi, Lilo dhe Stiçi. Më pëlqen Pushi. Mamin e bukur. Ka të zërin që flet kështu me. Edhe u pasaj kur të shkoj atje, se do marrë edhe këtë me vetë. Shi nuk e di që ka humumbo. Stiçi ka qenë shumë i bukur, edhe mua më ka pëlqyer edhe Lilo dhe Stitch. Po na fut e kraun po mjaftë. Ja, e shef tash u kujtova. Te Lilo dhe Stitch kam bërë një herë. Ti thash, unë kam bërë Stitchin, po s'flet Stitchi këtu. Si s'flet Stitchi? Kam bërë atë policin, Zezakun. Po. Kam bërë një herë atë, DJ e kam bërë një herë. Aty vetëm qeshte ai Stitchi. DJ. S'do e keni bërë fare. Jo, se ka pas fol Stitchi o vlla. Te njishte, po. Jo, ke njishi, po. Te njishi. Ku det prap ky Zezaku, ky bëhet personazh ky. Te seriali është bëhet ai që del. Atë është ke seriali. Jo, po te Stitchi është sigurt që e kemi bërë ti Stitchi. Po, bravo, është njëri. I merrte Qiran duket. Ja, më ja ka qenë bashkëpunim me këta të hapësirës. Mbas. Ka qenë pafund role. Si thot? Tashuri, do të thot familje. Ohana do të thot familje. Familje do të thot familje. Familje do të thot, çfarë thot? Askush nuk braktiset ose të harrohet. Ai është shumë e bukur. Ai është frazë fantastike, shumë e bukur që ja kanë vënë aty. Baza. E di kush më shumë tjetër që i thot e pyet ajo momenti që arreston që do ta marrë në anije, thot kjo është familja ime, e gjeta vetë të gjithën, është e vogël dhe ndaj. Ai është një fëmijë budalluz, po sepse ai film atë lartëson çiltërsinë. Sa lartë është dhe sa njerëzit domethënë kanë filluar të bëhen aq të ngurtë sa që naiviteti ose më saktë çiltërsia i duket si një gjë e panjohur, si një gjë e cila duhet luftohet sepse nëse ti je i çiltër, je i drejtë, je i çiltër, i mendon gjërat pastër, ti je i destinuar të zhdukesh.
Ndërkohë që nuk duhet jetë ajo logjika, duhet jetë logjikë, nuk se vlerësojnë fare. Tallen me të. Shumë vërtet, po. Është ajo shprehja famshme për shembull, ke vëzur me ta morë respektin për Top Si, kupton? Bravo. Tash thuaj dhe 1-2 se nuk mune mo. Duhet me çon fund. Na ka vajtur. Lale kap 1-2 të fundit se nuk mune mo. Syre episodi më javu. Tek përbindësat kundër alienëve, Bob. Ke bër Bobin atë gjelatinën. Atë gjelatinën blu. Gjelatina blu. Po, gjelatina blu. Duket se ka bërë kështu atë. Po. Rango. Ke bër Rango atë ardhucën. Ajo cowboyse. Që ka bër Johnny Depp tek. Po. Wow. Në kam botë? Po. Po pas ke qenë. Jo, e di që kam bërë ke Rango, po s'paj men. Rango vet. Se Rango më pëlqeu edhe kështu si strukturë filmike ishte shumë interesante. Ishte shumë interesante. Shumë western. Shumë e bukur. Shumë, He, ke bër Rambo aty. Kishin majt këtë alla Sergio Leone, i kemi fytyrat gjithmonë ato. E kam bërë fiks, ashtu e kam bërë. Deformumet. Tek këto Rise of the Guardians, që është me gjyshin me këto heronjë zanën e dhëmbëve, ke bërë atë gogolin. Jo. Jo, ke bërë atë njeriu në atë gogolin në Jersirës. Po, Jersirës, bravo. Që kthen rërën në zezë për të krijuar maktha. Është ai djali që është i Jakullit, Jack Frosti, që nuk duket me te njerëzit. Të fëmijët, ata që është ky babagjyshi, Zana, lepur i pashkove. Zana dhëmbe. Baba gjyshi është si gardian burgu. Lepri është si çun që bë palestër. Zërin e ke pas normale. Jo, e di që do them unë. Do them te kësëlkuqja te filmi vlla. Te ajo. Te filmi kësëlkuqjes. Te filmi që është 3D. Kupto? Që bëu atë çapin aty te kënu. Gjysha puket. Gjysha puket e gangsteria. Komploti kësëlkuqjes është. Komploti kësëlkuqjes është Zootopia. Age Zootopia, po, edhe Zootopia, kam bërë Nikon. Velprën. Nikon. Ai skena që më ka pëlqyer më shumë ke filmi është kur shkon te ky Slothi. Edhe që i thot, ma bëj çik lutem, ma merr këtë. Ajo është një perl. Ajo është mega perl. Te Zootopia po ka qenë personazh shumë i bukur. Ajo një personazh tjetër që ka qenë shumë interesant është ma kujtoni pak. Vetëm na e përshkruajse. Lodh është rakun. Për te gardit. Për te gardit, me atë breshkën. Ai ka qenë personazh shumë i bukur që ka bërë, që do t'ia fusi këtyre gjithëve la. Kafshëve, që vjen kështu si mashtruesi. Edhe zërin e ke pas normal aty vetë, se ke kështu fare. Edhe më ka pëlqyer shumë si personazh. Super film i bukur nga qenë. Jam i sigurt që mas sa interviste do jepet la. Shikojmë gjitha, kupton. Te Moana më duket. Te Moana kanë bërë Mauin. Ka qenë shumë i bukur, unë faktikisht kur filluam punën me dublimin, unë doja që t'i bëja këngët. Pashka se këngët kanë një vështirësi shumë madhe, sidomos kur nuk vijnë traqet e ndara. I bie ta kompozosh nga e para. Jo ta kompozosh se është kompozuar, po ta riorkestrosh, ti vendosësh veglat, është pak e vështirë. Nuk e di ç'a gjuhësh mbajt. Janë kënduar, po, janë kënduar ca tip parlato cantato, kështu tip a cappella. Po, se vërtet. Por unë kam pas gjithmonë dëshirë faktikisht që këngët ishin, sepse shikoja për shembull sigurisht ajo ka të bëjë me buxhetin, ëh. Një film edhe kur vjen prodhime kaq të mëdha, domethënë ulet buxheti edhe të bësh një këngë do një tjetër buxhet, ka një kostë më të madhe. Për shembull tek Phineas and Ferb gjysma janë me këngë. Po, gjithakon. Të këndoj ka dufer shmirë si këngë dhe mua më vinte i natë, sepse dubloja me këtë zë dhe ndërkohë zëri ishte komplet tjetër në dublim, edhe gjithmonë kur i kam dubluar këto filma që kam pasur dhe këngë brenda, që ka kënduar vetë personazhi, gjithmonë kam pasur një lloj keqardhje me veten. Domethënë, po mi pa i fëmia kur ta shohë do thotë, po ky është zëri, po pse doli ky zëri? Domethënë më vinte keq për atë gocën e vogël, atë djalin e vogël, do e shifte do kishte këtë lloj zhgënjimi dhe pikërisht për atë lloj zhgënjimi unë gjithmonë kam dash, por që fund fare kuptova që nuk normale është. Tash e kanë bëhen dot. Këtu të doli dhe një personazh tjetër, Woody, te Toy Story. Woody po, te Toy Story. Që nuk e praktis kur atë fëmijën. Jo, te Toy Story jemi bërë gjithmonë lëmshne.
Pse? Sepse tek Toy Story unë kam bërë një seri, kam bërë bazin. Po, një film ka qenë bazi. Kur kam bërë unë bazin, visi ka qenë Woody. Po. Pastaj, tek një seri që unë kam bërë Woodin, ka qenë Genzeneli bazi. Do më thënë jemi ca lëmshe aty. Do më thënë ti shohësh filmat, janë 4-5 filma sa. Po, i kam bërë 5 filma. Do më thënë janë kështu. Unë njërë kam bërë Woodin, njërë kam bërë bazin, janë ndryshuar. Te një që e ke bërë ti, kjo është perla. Te një që kam bërë unë? Te një që e ke bërë ti. Unë di që kam bërë bazin. Ti e një lodër! Ajo pjesa më kujtojë që si jo. Unë bazin bëjmë. Baz Lighter të filmi që është bërë vetëm për bazin. Mbase. Po, atë. Po, a i ka qenë bazi, po. Atë ke bërë që shumë. Fili bukur da. Shumë. Sa shumë janë për Eva, çfarë po bëj? Mu mra sheqerin gjak. Po ndodh. A ke ndonjë mur në shtëpi që i ke tër personazhe? Çmora valla do të bër pallat. Bëjnë ai kompleks. Jo. Jo politika, piktura gjona. Fosni boni pikturë valla me çka ka bërë 20.000 këto se ka kënaqur. E di se do ishte kjo se më kujtoa kështu. E ke parasysh te Twilight, është ai momenti që kanë bërë super kolonist madhe me këto kapelet e diplomimit. Ashi vjet bëhet edhe me personazhet. Mua më pëlqen shumë që ka ngelur ky lloj muri, ka ngel ke ju, ke brezi juaj dhe nuk ka krahasuar më si gjë, kështu gjë. Vetëm si mendojmë do të gjitha, po sa më shumë po mendojmë ashtu po na bie kjo. Me atë punë që keni bësh më e pakta. Lex Lutherin po tek Supermani. Nuk ka, le janë pa fund, nuk mund ta vazhdoj dot më. Realisht. Tjerë, po këto që janë ikonike. Edhe fanca tan kur e shikojnë këtë na kujtojnë të tjera që si kemi thënë neve, a kupton? Thonë keni harruar tak se e dinë gjithë. Jam i sigurt vëlla që do të ftoj edhe herë. Jam shumë i sigurt. Jam shumë i sigurt. A mund ta vim edhe me një personazh? Dagu tek Up lart? Dagu e qeni. Ai është film shumë i bukur. Unë des për atë film. Super film. Mesazhet frikshme që ka ai film. Mega film. Shumë. Fillon me një goditje të fortë ajo direkt. Duket se ka fituar Oscar, mos gaboj. Ka fituar një çmim, po jo Oscar. Se di. Ndoshta ne më duket jo, s'më vi se di. Fantastik. Është fantastik. Mesazhet pafund, super mega pafund. Dhe prapë është në qendër e familja dhe çinterësia e fëmijës. Aty prapë është fëmia. Është fantastike përplasja e brezave, domethënë ajo, domethënë ky që po mbyll fëmia që ka filluar ciklin dhe ai që po e mbyll, është nuk e di, është fantastik. Është fantastik. Dhe një qen aty budolla. E kupton? Edhe një qen. Këto zgjidhje ta bëj një pyetje kështu si për fundit që jemi, këto zgjidhje si preferencë ose këto zgjidhje që të dubloje dhe tjetri mos ta dubloje. Filin edhe Sidin. Po të t'jepeshe për shembull vetëm një mund të dublosh, nuk i bën dot të dy. Këto zgjidhje nga Fili dhe Sidi. Si spec që jam. Të vdes. Sidin do e dubloje. Do ishe Filin. Do e ishe Filin. E di pse do e isha Filin? E pse do mbaja Sidin? Sepse Sidi është personazh i cili mund të binte kudo dhe ky Sidi faktikisht binte në çfarë lloj situate. Kishte marrëdhënie me shumë personazhe. Dhe mua më pëlqen që personazhi të ketë marrëdhënie sepse unë ndryshe jam me ty, ndryshe jam me ty, ndryshe jam me ty. Dhe ka mundësi të eksploroj brenda asaj dhe mund ta bëj personazhin shumë herë më interesant. Ndërkohë që Fili ka qenë i fokusuar tek Herkuli. Më kupton, ishte fliste gjithmonë, mundohej ta këshillonte, mund të ishte personazh i bukur në aspektin si thua se karakterial. Jo karakterial, po i bukur në aspektin moral, në aspektin është dikush që po mësoni, predikime, domethënë që t'japi ato këshillat e jetës, por si për kënaqësi dublimi, më jep të Sidi. Kështu që Sidi. Atë e keni bërë bashkë me Visin. Herkulin e ka bë Vispupa. Kemi qenë para se të fillonte Portokallia atëherë, bile. Kanë qenë fillimet. Ne kemi qenë po. Hajde histori që ke. Kokën. Nuk ishte ai që mendoja, por në rregull. Çfarë si ka tani? Okej. Ne arritëm fund, lale se unë s'mundem dot më. Kemi nevojë për një pushim sot pas Tashi, falenderim shumë, po shumë të veçantë për bashkëpunëtorët tanë që na ndoqën gjatë gjithë këtij sezoni dhe e nisën vitin po prap me këta. Për Enzo Atinin, falenderoj shumë për dhuratat që ne ke bërë të gjithë ftuarve dhe vetë mbretit të dublimit. Duhet kishim i kuror këtu. Faleminderit.
A mos i qartit për dhuratën e bukra që na boni që të gjithë. Nuk kemi çfarë themi, nuk kemi çfarë. Dur Flori. Nuk kemi çfarë. Si dhe vetej. Kemi dhe Flower Decorin, faleminderit që na zbukurove more këtë studio, na kënaqe me lule, me natyrë, se kemi ngel veç pas 4 mureve. Dhe faleminderit më special shkon vetëm për ty. Na bekove. Faleminderit. Unë ju jap një falënderim shumë të madh, sepse vërtet keni gjetur një gjë që mbase mungon këtu, por të ringjallesh dhe të flasësh për filma të tillë, edhe të diskutosh për mangën, të cilën unë e dashuroj, nuk është një gjë e thjeshtë, por është një gjë që mesazhet i ka shumë të forta, dhe përgjithsisht gjithë ky lloj zhanri kinematografik është një zhanër i cili është i vetmi mbase them unë që po mban ato themelet e shoqërisë dhe themelet e familjes, ndërkohë që në pjesën tjetër po thuajse po prishet. Kështu që më pëlqen shumë që edhe një faleminderit madh që më ftuat. Shumë faleminderit ty. Falenderoj pa fund. Unë dua të bëj falënderim në fund. Jepi. Unë dua të falenderoj të gjithë ju fansave, të gjithë juve që na keni ndjekur që nga sezoni i parë, që qëndruat besnik deri tani në të fundit, por edhe juve që na jeni bashkuar rrugës. Dhe jeni këtu me na. Shumë faleminderit. Ju uroj një vit të mbar, plot suksese, shëndet, para. Ja egoistë të drejtit. Unë falenderoj dhe ata çunat që janë mrapa. Kasapët tanë të dashur se na kanë suportuar gjatë gjithë sezonit. Dhe janë fantastike duara. Ju falenderit shumë edhe juve, paçi një vit sa më të mbarë begat edhe me çert ju doje bardha zemër. Tani avash. Shihemi sezonin e tretë bashkë. Së shpejti se nuk mbaron. Qëndroni, shikoj. Në pafshim. Shadow Clone.